Edhe seanca e fundit të këtij sesioni të kuvendit të shoqëruar me protesta para parlamentit. Qytetarë dhe aktivistë u mblodhen që prej orës 8:30 përpara kuvendit, teksa institucioni ishte i rrethuar nga policia. Fillimisht tubimi nisi i qetë, me thirrjet e qytetarëve për largimin e klasës aktuale politike, ndërsa më pas hodhën vezë dhe domate. Por qetësia zgjati pak. Më vonë protestuesit nisën marshimin në disa prej akseve të kryeqytetit, teksa tek rruga Elbasanit ata tentuan të çanin kordonin rrethues. Kjo solli jo pak përplasi me policinë, teksa 6 qytetar u shoqëruan në komisariatin numër 1. Pas disa orësh të shoqëruarit dhanë dëshminë e tyre dhe më pas u liruan nga policia.